Po do me shkru me në gjermana, franceza, anglez, pa mor parasysh me shka, tash kallzojnë në WhatsApp që ti shkru në shqip edhe përkthen më njëherë që aty anglisht ose gjermanisht dhe ja qan atina. Ose e shkru në shqip po më e shkru në gjermanisht edhe del shqip atje. E shkru në anglisht atje del gjermanisht. Qysh dushti? Kjo ban si në iPhone, si Android, ku dusht, njojt ban. Edhe heke këtë plusin këtu, së në qes videot mira, edhe do të me cekun e gjatë që ju që shkru një palidhe, direkt blok e kini. Shkoni tash në App Store dhe shkru një shto Gbord. Gbord ti Google tastatur. Që kjo që tu, edhe instaloni, që tash në peshtypi se e kam, edhe aty shka ju del për shemun me hes ma shumë, veç e shtypni e kaltër del edhe kryet. Tash në dilin pe i këtuhit, edhe shkoni në WhatsApp, edhe në WhatsApp do një mi shkru dikojna. Cak që tu, qërë e keni që globin, e shtypni që to, edhe e moni shtypt, edhe qëto të fundit e trusni. A përshë si ta moni, që ju se keni direkt, po ju del. E shtypni që to, edhe ju del Google qëto me njëherë. Ta shte e shtypni që të Google, që tu i bërzecat, që tu ku po shkrun, e shtypni që to, edhe që tu poshtë, që mas pari për ndryshojmë që qëto është Deutsch, do më thonë gjermanisht, që tu për bojna albanish, shqip. Ta që tu në Google, që tu për shkrujna për shemull, qka po banë. Qka po banë. Edhe që tu poshtë e kena i bërzece, e shtypum që to, cak, që ku dul këtu vas mas tu, edhe ja qanë me njëherë. Ta është për shemull do në me boni tjetër gjumë, veç konë që tu apet, do mund të shkyu Gbord, edhe te Google edhe ban übersetzen edhe apet qëto. Që tash për shemull dojna me bojmë gjermanisht në shqip. Edhe shkrune qëto, atë për shkrujmë vas mas to. Edhe shtyp qëto übersetzen qëto cak, qfar po bën. A pëshe ku dul? Pas mas të një shkrujta qëfar po bën, edhe ja qanë me njëherë. Kjo e vynë qdo njerit, edhe zbesoj që e keni ditë në e kosh. Hajde mirë mes.